Selam aleikum. A është gjunah që kur thirr ezani, nëse je shtrirë, mos mu qun nga vendi, pra mos me lëviz fare? Aleikum selam rahmetullah. I kemi dy situata. E para, nëse je shtri pak me pushu, po thirr ezani, ti e përcjell ezanin. Edhe masi të kryet ezani, qohësh e fal namazin për të cilin ka thirr ezani. Kjo është situata e parë. Situata e dytë është nëse thirr ezani dhe ty nuk tanin fare për thirrjen e ezanit. As e përcjell, as je i lodhur, as nuk lodhesh për ezan. As nuk qohesh me fal namazin. Hiç. Ajo punë për ty është e vdekur. Themi, në rastin e dytë është gjuna. Në rastin e parë nuk është gjuna. Pra, mund të ndodhë dikush në shtëpi ose në xhami, o shtrin pak, me një vend ku nuk e shohin njerëzit, se nuk është edukat, të thirr ezanit ti menajt i shtrim aty, ha? Nuk është edukat. Por, jemi në vend ku s'po të shep, kërkosh edhe, nuk të cënohet ajo, nëse guxoj me thonë, shejtëria e xhamis. Nuk nënçmohet xhamatit ti që e shtrin aty, nuk është nënçmim se s'janë të pa xhamati. Ki drejt më shtri. Po thirr ezani, përcjell ezanin, si të kryet bismillah, qohesh edhe fal namazin. S'ka kurfar problemi, nuk është nënçmim i ezanit kjo. Por nëse je në shtëpi dhe spelun vendin, është më mirë më qu për me arë në xhami, sepse namazin në xhami mas paku, që themi me shku në xhami, është sunet mas paku. E do ulema kanë thonë sunet i fort, e do kanë thonë farz. Do thonë, ama pse po thirr ezani ti paçare më ul, se shuj se tash duhet më ul se po thirr ezani, kjo jo, kjo nuk qëndron. Nuk qëndron panimisht. Po nëse bëhet shej në çmimi, në shej demërllëku, në shej që s'duhen më fal, as duhen një për ezan as për namaz, këtu pastaj ngritën dispozitat e reja. Edhe themi, mund të kaloj kjo gjë në haram, nëse mbi këtë shtrirje ngritën disa mëkate tjera, pra lënia e namazit, mos shkuarja në xhami pa arsye, mos falja, demërllëku, nënçmimi, urrejtja, etj. Keni kujdes, vëllezër dhe motra. Kujdes me namazin. Ata të cilët e nënçmojnë për çeshjen e ezanin ose namazin, kuku për ta. Kuku për ta, mos u mashtrani me propagandat mediatike, runë, çka do që të bani, me Zotin mos bëni hajgare. Me namazin mos bëni hajgare, me ezanin mos luni. Çunu, falni, mos rrini